Tri arsye pse duhet të pini më shumë ujë, të mira që sjell për trupin tuaj. Dihet se pirja e ujit bën mrekulli për trupin ton. Ai vepron si një filtr dhe e bën atë më të shëndetshëm. Nëse i përkisni kategorisë së njerëzve që nuk pini shumë ujë gjatë ditës, atëherë duhet të ndryshoni menjëherë qëndrimin tuaj. Rritni gradualisht sasinë e ujit, pa egzageruar natyrisht. Zgjedhja është diku në mes dhe duhet ta kërkoni. Shikoni me vëmendje tre gjërat që do të ndryshojnë në trupin tuaj nëse pini ujë aq sa trupi juaj ka nevojë. Do të fitoni më shumë energji. Ndjenja e lodhjes fizike është një simptom kryesor i dehidratimit. Një trup i dehidratuar ju jep më shumë energji dhe qartësi mendore. Do të keni një bark më të sheshtë. Konsumi i mjaftueshëm i ujit është i rëndësishëm për funksionin e duhur të sistemit tretës. Gjithashtu, në kombinim me konsumin e ushqimeve të pasur me fibër bimore, do të ndihmoni në përballimin e kapsllokut si pasojë vjen edhe barku i sheshtë. Do të jeni më pak i uritur gjatë ditës nëse konsumoni sasinë e ujit që trupi juaj ka nevojë gjatë gjithë kohës.